Në zemër të maleve të Gostivarit, çdo verë, korita zgjohet ndryshe, prej më shumë se një dekade. Ky fshat i vogël kthehet në vatër të madhe bashkimi për bitë e shpërndar në përbot. Kjo bëhet e mundur përmes manifestimit Korita Feston, që ka kaluar kufijt e një feste. Një ditë që flet për dashurinë ndaj vendlinjës, për kujtimin, për rënjët, për krenarinë shqiptare. Në mëngjesin e hershëm, në oborin e shkollës së fshatit, ndizet zjarri i parë. Në kazanet e mëdha zihen fasulja tradicionale, ndërsa aroma e hallvës përhapet në ajër. Banorët punojnë dorë më dorë, me përkushtim e kujdes në drejtimin e Shejp Mehmetit për përgatitjen e ushqimit, duke ruajtur recetat e vjetra që trashëgohen brez pas brezi. Këtu ne sot bëjmë përgatitjen e mysafirëve që janë të ardhur te festa e Korita Feston. Jemi një staf pi 4 deri në 5 vetësh, mundomi. Momentalisht jemi të botë groshën. Kjo grosh, për shumë kjo tradit, vazhdon pi ma heret në për dasmat, kur kemi bot dasmat, e kemi bot groshën për shembull, i thoshim njoje lap, me oris boshtë mishi, po atë nuk e kemi në sot këtu, edhe do bot edhe përgatitja e hallves, edhe bagardari, për ndrysh kaçamak si thonë, me gjath dhensh, gjath fshatit Korit, kosi është i fshatit Korit, bagardari përgatitet diku tjetër e përgatitse ngrat, kështu që besojmë se mendimin e Zotit jarrim, kemi një sukses, mysafirët ngelin të kënaqur, jo. Për sa persona do përgatit? Po ne jemi diku të afër 400 persona, jemi të përgatitur për atë numër. Sa kohë duhet për ta përgatitur të ushqim? Groshës diku i shkon 3 orë gjys deri në 4. Grosha e ka një manat. Na e kemi shtit në uj pigje. Zbutet, ja derdhim atë uj, pastaj mbushim me ujë tjetër, qepen, e shtimi aty me shargarep, me speca, mishin e thatë, edhe tash është për momentin të u përgatit, vlën. Kur ta shohim se mbrini është zihet grosha atëherë, ja bëjmë edhe atë biberin e kuq me qepen, me millin, e përgatitëm, merr edhe një val, edhe atëherë e lëm ftohet edhe tamam është bëhet për të servuar. Përgatitjet i nisëm që dje, thot Bajram Mehmeti, ashtu siç i kanë bërë të parët tanë, shton ai. Ujti i pramshëm a derdh diher. E kemi la groshen e në 3-4 herë pro. Son sabah kemi filluar pi në ora 7 me këtë përgatitjen e kësaj groshe. Ka vetëm 1 kil të lyen, gjoja s'ka. Mrapa ndi shtemi me, kur ja bëjmë këto, e vijet ajo që i bëjmë ato kajmake, që i hije, biberi kuq, dhe hinë qepet e në një herë që i dhe kavardise, edhe më fund dhe bohet pjekja pak me mijë që të ntrashet kjo grosha, se kjo shifnja, kjo është e komplet uja la. Kjo është e dora e 3 e groshës që i përgatitet për momentin, kur dhe bohet kjo, ajo dhe kur ja shtemi ato të përzit me këto, e në tërë dhe ngjirojmë, me biber dhe kjese, me veget dhe kjese, me krep dhe kjese, e në plus, pak vojulliri, se vojulliri ja bon atë pakës që tjese ma e kapshme groshe, jo tjese shumë si sup, po groshe e fshatit e ka tradit. Grosha e fshatit e ka tradit që tjese pak me e trash. Nga qyteti vin nga një makinat, me njerëz që kthehen pas një viti, për të parë përsëri vendin e zemrës. Disa vin me kuaj, disa në këmbë, për të gjithë me mall në sy. Fshati mbushet me zëra, me përqafim, me kujtime. Në mesin e vizitorëve ishte edhe grupi motoristëve ballistët nga Tetova. Korita ka njerëz më bujar që kam njohur ndonjëherë, thot Beli Zulbeari nga ballistët. Ne jemi grupi ballistat nga Tetova, edhe si ftesë na e ka bo Nuli, edhe erdhëm sot shohmë se si do vazhdoj këtu ky organizimi i Koritës. Si duke qenë një herë këto vendbanime në vit po mbushen me njerëz. Për herë të parë kam qenë, për herë të fundit kam qenë para 30 vjetësh, më duket shumë bukur, edhe me siguri që do vim prapë. Të moshuarit si Bish Ziberi e Hamzi Hajdari kujtojnë kohët e dikurshme kur fshati gumëzhonte plot jetë. Faleminderit organizatorëve që kjo gjallëri rikthehet çdo vit, thon ata. Kjo manifestimi shumë me vend është. Mirë është.
Në çfarë jeni marrë këtu në fshat? Shka këtu 40 vjetë, në shkollë, si shërbetorë, punëtor teknik. Sota ka bandor Korita? Shumë pak. Shumë pak, po. Inshallah. Duket kështu kur mbushet fshati një herë në vit. Prapë nuk i lom, vimi pastrojmë, i rregullojmë, nuk dihet se si mundet të vinë ato nipnit e ester nipnit. Se i kemi me para, me mund edhe ata i kemi për. Merë malli për Korita? Pa vallaj malli, unë që 7 vjetë jam shpërngull me ndoj poshtë. 82 vjetë kam unë këtu e kam kaluet. Shumë pëlqen edhe kjo shoqata që mba këtë ceremoni, edhe ceremonia më pëlqeu shumë. Edhe shumë i falmenderoj mikpritjen për gjithë të tanët mirë, në kanë prit shumë mirë, shumë bukure. Atmosfera ndizet nga këngët popullore, nga zërat që këndojnë për atë dheun dhe për gurbetin, shoqata kulturore Oda e Gostivarit, solli tingujt e shpirtit shqiptar. Hadi hajde dalim një herë në korrite, era bëhet zog, lulja bëhet mor. Ati qërë zambaku i si gjaku, sot korrita në grenë bajraku. Ati qërë zambaku i si gjaku, sot korrita në grenë bajraku. Qaj me lote oceanit, sa më ka marë madhe vatani. Festa vazhdoi me melodinë e curles, lodrës dhe valles që bashkon brezat.
Në sofrën e festës, mysafirët shijojnë bakërdar dhe kos dhensh, një mëngjes i vjetër i dasmave të Koritës. Këtë vit, Korita mori edhe një dhuratë të veçantë, një shqiponjë monumentale, 5 metra e gjatë, u vendos në pjesën e sipërme të fshatit, simbol krenarie dhe përkatësie. Shpalosja e saj u shoqërua me himnin kombëtar, 2 kuaj që ndronin anash dhe një flamur që valvitej lart në erë. Banorët u mblodhën për të bërë fotografi, në mesin e tyre dhe Sherif dhe Gjemail Nuredini nga fshati Gurgunic, që kishin lidhje familjare me Koritën. Është një krenari emocionale shumë e madhe për të vënë një shqiponjë kështu gjigante si që kanë bëhu, unë i përgëzoj për punën që bëjnë, shoqata Korita Thret janë të bë punë të madhe dhe unë ndjehem si stërnip i këtij fshati, ndjehem shumë krenar. Është mirë se na si shqiptar jashtë kufinëve tona shqiptare na kanë lënë, jemi rrit jetima me gjyshe stërgjysh dhe sot falë Zotit të pakten fillojmë nga jo që të ngrem flamurin, ngrem shqiponjen dhe dal nga dale jashtë presojmë që të jetojmë edhe Shqipërinë natyrale ashtu si që na ka hije, që na duhet e ta gëzojmë gjithë. Është një simbol i gjithë shqiptarëve të anë kanë botën ku gjindët dhe kjo është kënaqësia jonë që në të vërtetë kjo grumbullim i gjithë shqiptarëve na gëzon shumë, sidomos simboli. Kemi kënaqësinë tonë që gjendemi sot në këtë vend. Në hyrje të fshatit u vendos edhe një tjetër monument mbi shkrimi Korita, që i mirëpret të gjithë. Kryetari i shoqatës Korita Thret, Gjemail Ismani, premton se vitin e ardhshëm shkolla e fshatit do të kthehet në muze. Si vjetë është viti 11 me radhë, që festohet, mbahet kjo Korita feston, dhe për të arritur deri këtu, është dashur një mund i madh duke filluar. Prej shumë njerëzve që kanë dhënë kontribut madh, do të ceki, prej Havzi Selimit, si kryetari parë, Eminin, Naziv Nuhiun, me gjithë këto që kanë pasur një grup të fuqishëm që kanë dhënë kontribut, edhe sot kjo punë që shohim këto është merit e gjithë atyre që kanë dhënë. Çfarë keni bërë si investime si shoqat të vit në fshat? Po, si vjetë kemi pasur diçka ma të jashtëzakonshme, domethënë shohim se edhe dita sot është më e ngjeshur, duke filluar me shkronjat Korita, ndërtimi i teracës tek ambulanca, rrethimi pushimorës dhe qershia mbi tort, shqiponja. Këto janë disa projekte madhore, megjithëse kemi pasur disa projekte humane. Kryesisht ndihma të vogla kanë qenë. Vitin e ardhshëm çfarë do të ketë surprizë? Shkolla? Vitin e ardhshëm, ashtu siç e premtuam edhe edhe si vjet, luftojmë dhe mundohemi në drejtim që të paktën shkollën ta
shëndrojmë në muze. Edhe pse këtu hasim në probleme një pas njëshme, se si që dhjetë shkolla është një institucion që takon Ministrisë Arsimit, po këtu kemi mbështetjen edhe të komunës cila ka përkrahun dhe shpresojmë që të na përkrahin vazhdimisht. Në terenin sportiv nisën lojrat popullore. Në garën e vrapimit, më i shpejt u shpall Blim Pajaziti. I kom prejarit për korite, vje dhe une e shof bukurin që e ka, mundohem sa ma shumë t'jemi lidhur, por në vendi bukur. Une qumë Blim Pajaziti, jam prej Tetove, dhe saj për këtë vrapimit ishte më shumë një loj mentale se sa fizike, për të mbritur fundin dhe për të fituar parate dhe çmimet që kënë prej garës. Pastaj gara vazhdoi në 3 hapësh, ku paraqitën shumë garues, kurse kërcimin më të madh e kishte Miklor Ziberi. Si më vjetë organizimi shumë mirë, më organizojmë se tjera vite, më shumë loja, më interesante. Knatësi, mbledhësh, i shikojmë, njoftohemi me njerëz të ri, familjarë, kushërit largët. Knatësi. Në hedhjen me gur, po ashtu kishte shumë garues dhe nga grup mosha të ndryshme. Më i mirë edhe si vjet doli Besnik Bekteshi, i cili kishte fituar edhe vitin e kaluar. Po dola prap sërish fitues, gara shkoj shumë bukur, si vitin e kaluar, edhe ndihem shumë i lumtur këtu, që marr pjesë. Njërisi e këtij viti ishte tërheqja militar, ku fitues doli familja Dalipi nga Korita. Këto lojra japin festës një shpirt autentik, tha Ali Dalipi pas fitores. Shumë bukur, jam i kënaqur se jam në fshatin, jam në fshatit Korit. Jam shumë i kënaqur, i shoh katundarët, i mjaftaj katundarët. Po mjaftueshëm, faleminderit. Beqir Seferi, njëri nga ky fshat që jeton në Perëndim, tashmë çdo vit ndodhet në vendlindje gjatë kohës kur organizohet manifestimi Korita Feston. Kjo është një lumturi shumë e madhe, ndjejmë veten, s'di si me thonë, është janë emocione janë. Unë kjo është hera tretë që marr pjesë këtë manifestim, edhe me të vërtet i bëj, do me thonë, i thom edhe bashkëtarëve tjerë që nuk kanë pas mundësi të marrin pjesë. Është mirë, është një lumturi se këtu ne i takojmë çdo bashkëvendas që jetojmë tash si cili në vende ndryshme të Evropës. Edhe ky takim mu personalisht më bën shumë krenar se ka njerëz që si kom pa me vite, edhe është një manifestim që e shpreja ndjesinë që ti takoj bashkëtarët tanë. Ndërsa gazetari Kasam Selimi me rrojnë nga ky fshat, shprehet se ndjet krenar që këtë vit është këtu, mes njerëzve të vetë. Për 10 vite sa shoqata Korita Therret bën aktivitet, unë gjithmonë i kam përcjell nga larg, dhe gjithmonë isha i mërzitur se si nuk më dha njerë rasti të vi, dhe ja tash ndoshta në vitin jubilar të manifestimeve më dha rasti dhe sot jam i plotësuar që jam në mesin e bashkëfshatarëve, jam në vendin ku linda u rrita, u zhvillova, dhe me vërtet është kënaqësi e madhe që të shoh shumë njerëz. Më thënë, ndoshta s'ka pas fshati edhe kur ka qenë kështu në atë jetën e përditshme që e ka pas, dhe vërtet njerëzit i shohin rinin, mos flasim për gjeneratën më të vjetër, janë të plotësuar, e unë për vete jam sot shumë i gëzuar që mu dha mundësia të vi, ta përjetoj në një nga aktivitetet e shoqatës Korita Therret. Falenderoj kryesin, aktivistët, vullnetarët, donatorët, mbi gjitha bashkëfshatarët e cilët jemi bashkuar rreth shoqatës Korita Therret, dhe çdo vit me punë vullnetare kemi arritur bashkarisht i grumbullojmë dhe tu themi Koritasve se vendi origjinës, origjina e jonë, e juaj është këtu. Dhe me të plotësuar dhe me të gëzuar se këtu i kemi shkuar edhe në për skaj të botës, po ja këtu e ndjejmë rahatin, e ndjejmë freskin, e ndjejmë atë unitetin që fal organizimit të shoqatës Korita Therret është bërë mundur, dhe uroj që të gjithmonë të rritet ky aktivitet, të zgjerohet ky aktivitet, dhe dua që edhe rinia
të fillon dhe të jetë pjesë aktive dhe ato të cilët do ta trashëgojnë këtë manifestim. Fëmijët e diasporës janë gjenerata që do mbaj gjallë këtë traditë. E dua shumë Koritën, thot me buzëqeshje i vogli Gent Selimi. Festa dhe Korit është e mirë, më ka shnoj të Shqipënia, më bësh fotografi, ose më vish poshtë kërce shfallë, ose që të ta vizitoj shkollën, edhe kështu. Në fund të ditës ndahen kupat e garave, mirënjohjet për kontribuesit dhe falenderimet për televizionin Globi për mbështetje mediale. Më pas erdhi dreka e madhe tradicionale, fasule, half e djavdhesh, për mbi 400 pjesëmarrës, shije që mbyll një ditë të mbushur me dashuri dhe kujtim. Ndërkohë, në hyrje të terenit ku mbajt manifestimi, ishin ekspozuar bluzat me logon e fshatit dhe librin që rrëfen historinë e Koritës. Shoqata Korita Thoret me mbi 160 antar brenda e jashtë vendit vazhdon të mbaj gjallë trashëgimin shpirtërore. Korita Feston nuk është vetëm një fest, është një thirrje për kujtesë, identitet dhe bashkim, një dëshmi se dashuria për vendlindje nuk shuhet kurrë.